Gjermania prap ndoshta i mungojnë emrat shumë të mëdhej, por prap ritmi i lojës është shumë më i lartë se sa cilësia shumë më e lartë se sa Italia, se sa po folme. Me thënë drejtën, kur mendoj Europianin e kalum, Gjermania ishte ekipi vetëm që e meritote me fitu kundër Spanjës. Edhe unë dhe shku me thënë drejtën, ose u kështu për një gabim të arbitrit, bëni një lojë shumë cilësore kundër Spanjës, ishte ekip që mund të ishte pretendent deri në fund. Prandaj Gjermani nuk i dihet asnjëherë, prapë edhe kësaj herë besoj që do të jetë Gjermani e fortë, pavarësisht se ne nuk e shohim shumë pretendent, po do paraqiten mirë, do jetë Gjermani e fortë edhe do rriten me kështu, nuk kam nuk është e njëjta situatë si me Italinë. Është për Gjermani besoj që është vetëm çështje kohe sa dalin emrat që ti përmende, edhe rritet bashkë me pjesën tjetër të ekipit. Kurse në Itali është më i madh ngërçja, më i madh problemi besoj. Ky edicion me shumë gjasa do të jetë i fundit edhe për dy nga ata lojtarë që edhe sot e kësaj dite frymëzojnë brezin e ri në futboll, Leo Messi dhe Cristiano Ronaldo. Mbyllet një epokë e lavdishme në futboll. Është e vërtetë, unë thash edhe parë, edhe ato kërkesa më e madhe e biletave është për me pa Portugalinë dhe Argentinën, vazhdon, është e njëjta situatë, është e çuditshme. Të dy lojtarët janë largu prej futbollit europian, prej skenës të madhe europiane, kanë shkuar për kampionate me më pak cilësi ose që ndiqen më pak, por vazhdojnë me kënë dy kryesorë që bëjnë lajmin më të madh. A mund të përfundoj me një trofe botërori për Ronaldon me Portugalinë apo Messin që të mbrojë trofeun e 4 viteve më parë, me Argentinën apo një detyrë e vështirë kjo? Portugalinë shoh një ekip shumë të fortë, më thënë drejtën, jo vetëm për Ronaldos, po për vetë përbamjen që ka si ekip, kurse Argentinën nuk është e shoh shumë pretendente, por njëjtën gjë kishin edhe 4 vjet përpara, nuk e fillunen si pretendente, fillunen bile duke hub neshjet në grup, me zor kalunen grupin, po pastaj u rritën rrugës, kështu që duke një këtë logjik, këtë botëror i shoh më të fortë se sa ishin në fillimin e botërorit tjetër që e fitunen. Këto 20 vjet futboll janë dy personazhe të jashtëzakonshme, edhe me qenë se Messi e fitoi, kisha pas qef ta fitonte edhe Ronaldoja, sepse është një diçka tash, janë njerëz, janë personazhe që e kanë shtru futbollin jashtëzakonisht shumë, edhe i kanë dhënë futbollit një vëmendje, një rëndësi të jashtëzakonshme me atë që kanë bën fush. Po nga ekipet kombëtare në këtë botëror, kë simpatizon më shumë Salihi? Nuk kam në kombëtar kështu, vazhdoj me njek atë që kur kam qenë i vogël bashkë edhe me vëllezërit e mi, kemi qenë tifozat Brazilit, Ronaldos, brazilianit, edhe jam rrit me atë, edhe prapë më rrin pak ajo tek Brazili, por nuk kam në ekip favorit, më thënë drejtën, thjesht nga që nostalgjia tash jam rrit si tifoz i Brazilit dhe kam qef me pa, pavarësisht se nuk e shoh, u bën në kohë që nuk e shoh që është më ai Brazili i bukur edhe Brazili që të bën me mu bë tifoz me ta, por prap aty ndoshta jam i fije më tepër, kurse për ekipet tjera gjithajsaj nuk kam ndonjë. A do t'i përjetosh live emocionet e ndonjë ndeshje? Nuk e besoj, do t'jem vetëm javën e parë botërorit këtu, ndoshta